Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Komisioni qendror i zgjedhjeve u kërkon emigrantëve të mos fotografojnë votën dhe as ta publikojnë atë. Kjo shkelje ligjore mund të ndiqet penalisht. Rama shpall paqen fiskale me biznesin që synon të ul pensionin ndaj sipërmarrësve, ndërsa Berisha dhe Beleri kërkojnë votën e himariotëve në 11 maj. Avokatët e Berishës kërkojnë përjashtimin e gjyqtares që ka në duar dosjen Partizani. Vendimi do të shpallet në datën 5 maj. Zbulohen prova të reja për atentatin e lundur me 4 të plagosur, sendet e gjetura në vendin e ngjarjes mund të çojnë në identifikimin e autorëve. Do të vjojmë gjërësisht me lajmet. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi bëri thirrje emigrantëve që të mos e fotografojnë votën dhe as ta publikojnë atë. Sipas tij, ky akt përbën vepër penale dhe mund të ndiqet penalisht. Ndërkohë deri më tani më shumë se gjysma e zarfeve janë tërhequr nga diaspora. Nga afro 246.000 zarfe të dërguara votuesve në diasporë, emigrantët kanë tërhequr deri në këtë moment rreth 154.000 të tjerë, ndërsa pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë mbërritur 12% e dërgesave me fletë të plotësuara. Kanë mbërritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri tani dhe janë përpunuar 19.025, po ky numër deri në fund të ditës 19.025 deri në momentin që ne flasim. Po deri në fund të ditës, sepse ne dim se sa zarfa ka dorëzuar shërbimi DL-s, do të jenë rreth 22.000. Pra janë rreth 22.000 fletë votimit, të cilat janë kthyer mbrapsht. Por si përgjigjet KQZ emigrantëve të cilët publikojnë votën e tyre në rrjetet sociale dhe a konsiderohet ky një standard i dyfish në krahasim me votuesit vendas, të cilët mund të dënohen nëse fotografojnë votën? Bëjmë me dje edhe njërë publikisht që fotografimi votës dhe çfarë janë duke bërë ata që janë duke bërë atë në rrjetet sociale, në gjykimin dhe në vlerësimin tim janë duke kryer një vepër penale, po nuk jam unë autoriteti që vendos për këtë çështje. Unë e vlerësoj si një veprim i cili klasifikohet si vepër penale. Është ndaluar rreptësisht publikimi i votës, fotografimi dhe publikimi i votës. Kreu KQZ konfirmoi se është në komunikim të vazhdueshëm me SPAK, si dhe ka një numër procedimesh që po ndiqen, bazuar edhe në denoncimet e subjekteve zgjedhore. Paqja fiskale sipas kryeministrit Edi Rama do të lehtësojë një herë mirë bizneset. Nga Elbasani, kryetari i Partisë Socialiste tha se do të marrë fund epoka e inspektorëve në terren dhe kontrollet do të bëhen nëpërmjet inteligjencës artificiale. Nga Elbasani, gjatë një bashkëbisedimi me përfaqësuesit e biznesit, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama prezantoi paketën e paqes fiskale, e cila do të shërbejë për të lehtësuar biznesin në lidhje me pagesat ndaj shtetit. Ne nuk duam të synojmë rritjen e mëtejshme të ardhurave duke ushtruar presion mbi sipërmarrjen dhe duke bërë më shumë dëm se sa mirë. Për këtë arsye, kemi menduar një plan që bazohet në një princip i njohur që nga koha e Romës lashtë, i përdor vazhdimisht her pas here në forma të ndryshme, një plan paqeje fiskale. Detajet konkrete për mënyrën se si do të funksionojë kjo paket i dha Ministre e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit Delina Ibrahimaj. Komponenti parë është tatimi i dakordësuar mbi fitimin. Komponenti dytë është rishikimi i pasqyrave financiare dhe komponenti tretë është falja e detyrimeve apo kamatvonesave. Do t'i propozohet biznesit një masë tatimi mbi fitimin, e cila do të tatohet në masën 15%. Të gjitha bizneset që do të vendosin të hynë në këtë marrëveshje me administratën tatimore, do të përjashtohen nga çdo lloj kontrolli tatimor, nëse biznesi do të vendosë që do të deklarojë një të ardhur më të lartë, një fitim më të lartë se sa i dakordsuar me administratën tatimore, për fitimin shtesë, biznesi do të tatohet me 5%. Të fshim të gjitha borxhet
detyrimet, interesat, kamatvonesat të bizneseve të cilat janë më të vjetra se 10 vjet. Edi Rama tha se nuk do të ketë më inspektor në për biznese, por kjo do të bëhet me inteligjencë artificiale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi votën e himariotëve duke premtuar se do të zgjidhë përfundimisht problemin e pronave. Lideri i opozitës u tregua jashtëpër me kryebashkiakun Vangel Tavo, për të cilin tha se grabiti tokat në GP për llogaritë të Edi Ramës. Premtimi kryesor i kreut Partisë Demokratike Sali Berisha në himar ishte përfundimi i procesit kthimit pronave e pajisja banorëve të kësaj zone me certifikatat e pronësisë. Në një takim pjesë e cilit ishte edhe Fredi Beleri, Berisha deklaroi se prona e himariotëve nuk do të preket. Jam këtu për të zotuar para jush se qeveria e ardhshme pa prekshmërinë e pronës, rikthimin kompensimin e saj, pajisjen tuaj me dokumenta, të gjitha legalizimet dhe çdo gjë që keni, do t'i ketë përparësi absolute. Berisha akuzoi kryebashkiakun socialist i Himarës, Vangel Tavo, dhe kryeministrin Edi Rama se ka marrë prona në GP të cilat nuk i takojnë. I them Vangel Tavos, misioni yt, bravo, bravo. Ashtu është. E meriton plotësisht neverinë tuaj, sepse erdhi vetëm misionar i qëllimeve mafioze të Edi Ramës, i cili me familjen e tij don të plaçkis tokat e manastirit të Skutaras, don të plaçkis Gjipen. Edi Rama s'do ta gëzosh kurrë atë tokë. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për korrupsion e nga himara u bëri apel qytetarëve që sa herë dëgjojnë batutat e liderit të mazhorancës të mendojnë për situatën e tyre ekonomike. Ftoj çdo nën, çdo motër, çdo zonjë, zënjushe, mos harroj se në kohë kur ju qeshni, ai ka futur dorën në xhepat tuaj, ai ka futur dorën në parat tuaja, ai ka futur dorën në tartë me five tuaj. Prandaj kujdes sa ju vjedh edhe kur ju buzëqeshni. Pas himarës, Berisha takoi banorët e Borshit, të cilëve u shpjegoi programin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Kërkesa për përjashtimin e gjyqtares Flojera Davidi u bë shkak që vendimi për kalimin ose jo për gjykim të dosjes Partizanit të shtyhej sërish. Genc Gjokuta, avokati i ish-kryeministrit Sali Berisha, i tha gazetarëve se gjyqtarja është treguar e njanshme, ndaj edhe sipas tij duhet të largohet nga procesi. 6 muaj nga dorëzimi në gjykat, zvarritja për vendimin nëse dosja Partizanit do t'i nënshtrohet apo jo gjykimit vazhdon. Edhe këtë të njëjtë seanca dështoi pasi mbrojtësit e të pandehurve kërkuan përjashtimin e gjyqtares së çështjes Flojera Davidi. Ne unanimisht të gjithë subjektet e kësaj çështje morëm një vendim për të kërkuar përjashtimin e gjyqtares Flojera Davidi për një anshmëri të theksuar në vendimarrjen e saj, një kaos gjyqësor i cili pa shpjeguar shkaqet e lishmërisë apo pa lishmërisë së kërkimeve tona, mori një vendim të padrejtë. Ne do të vijojmë pastaj, me detyrohet vijojmë me gjyqtaren Flojera Davidi, është në datën 5 maj në orën 11:30. I pyetur nëse këto kërkesa prej 6 muajsh janë artifica ligjore për të shtyrë procesin pas zgjedhjeve, Gjokuta i thot: Kjo e zgjedhjeve nuk është eklipsi i diellit. Dakord? Pse e lidhi me zgjedhjet? S'ka lidhje kjo punë me zgjedhjet, sepse shiko, po t'ishte se kodi do parashikonte që në 11 maj suprimohet kodi i procedurës penale dhe kodi penal, e kupton? Atëherë mund të thisi për një shtyrje. Në këtë proces janë marrë të pandehur Sali Berisha për kohën kur ka qenë kryeministër, dhëndri i tij, një noter dhe 2 biznesmen. SPAK e akuzon Berishën për korrupsion në favorizimin e dhëndrit të tij për të privatizuar truallin e kompleksit sportiv Partizani. Hetimet për atentatin në Lundër me 4 të plagosur kanë nxjerrë në dritë prova të reja. Bëhet fjalë për disa sende të gjetura në vendin e ngjarjes, përmes të cilave mund të bëhet identifikimi i autorëve të dyshuar.
Disa prova në vendin ku ndodhi atentati në Lundër të Tiranës, ku u plagosen 4 persona mes të cileve 2 të mitur, kanë sjellë progres në hetimet e policisë së Tiranës. Sendet e gjetura japin shpresë për hetuesit e krimeve të rënda, për zbulimin e identitetit të autorëve të dyshuar, si dhe në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Burime bëjnë me dije se pikërisht në vendin ku ndodhi sulmi me armë ndaj mjetit luksos tip G-klas, janë gjetur disa sende personale që mendohet se u përkasin 2 autorëve. Sipas hetuesve, autorët kanë qëndruar për një kohë të shkurtër në atë vend, ku besohet se u kanë rënë objekte dhe ku kanë dëmtuar dhe një gardh metalik. Në këto sende janë zbuluar gjurmë dhe material gjenetik, të cilet janë dërguar në laborator për analizë. Pritet që në vijim të kryen krahasimet gjenetike për të identifikuar dhe ndaluar personat e përfshirë në atentat. 2 autorët e plagosjes së 4 fisht me njëherë pas ngjarjes u larguan me shpejtësi në drejtim të Elbasanit, pasi dolën në autostradë janë futur në zonat rurale të Tiranës për të humbur gjurmët, ndërkohë që motori që u përdor nga ata u gjet me pas i djegur në afërsi të Mulletit. Hetuesit e krimeve të rënda në policinë e Tiranës po hetojnë disa pista. Në shënjestër mund të ketë qenë gruaja Roan Brahimit, e cila jeton në afërsi të banesës së 2 të miturve. Ditën e atentatit, 2 orë përpara, në Lezhë u vra Gjovalin Prendi, babai Roan Brahimit, ky i fundit i njohur për përplasjet e forta me disa grupe rivale. Një tjetër pistë është ajo e fajdeve, pra nëse familja 2 fëmijëve të mitur që mbeten të plagosur janë të përfshirë në këto skema të jashtëligjshme apo jo. Në këtë rast hetuesit kanë dyshime se përplasja me persona të tjerë për shkak të fajdeve të pashlyera mund të jetë një motiv për atentatin. Edhe në këtë pistë, e cila është në fazën e verifikimeve, grupi hetimor beson se autorët kanë ngatëruar shënjestër, duke mos ditur se brenda mjetit ishte shoferi i familjes Demiraj, 2 djemë të mitur, si dhe komshiu i tyre adoleshent. Arresti në flagrancë ish drejtoreshës së Spitalit të Dibrës Irini Sheu, e akuzuar për dhunë e kërcënime, nuk është ekzekutuar ende. Ajo po qëndron në pavion me pretendimin se është e sëmur. Në këto kushte, policia po e ruan derisa mjekët e tjerë të vendosin për gjendjen e saj shëndetësore. Ish drejtoresha e Spitalit Rajonal Dibër, Irini Sheu, është vënë në arrest me urdhër të prokurorisë. Masa erdhi pas disa denoncimeve të bëra nga mjekët të spitalit për kërcënime dhe fyerje ndaj tyre nga ana e shehut. Situata degradoi një ditë më parë, kur Irini Sheu hyri në ambientet e spitalit dhe u konfliktua me drejtorin e ri Rushdide, dhe që e zëvendësoi atë pas shkarkimit për dhunë ndaj shefit të financës. Menjëherë pas përplasjes me drejtorin e ri, pasi ky i fundit njoftoi policinë, Sheu kërkoi trajtim mjekësor duke pretenduar se kishte probleme kardiake. Ajo hapi edhe një kartel shtrimi duke qëndruar në një nga dhomat e spitalit. Nisur nga kjo, Blut e Dibrës e patën të pamundur dërgimin e saj në dhomat e paraburgimit. Irini Sheu është mbajtur në nënvëzhgim nga policia gjatë gjithë kohës, ndërsa pritet që mjekët të japin rezultatet e gjendjes së saj shëndetësore dhe ta dërgojnë më pas në polici. Ndaj 44 vjeçares ka disa kallëzime në polici për dhunë fizike dhe psikologjike dhe po ashtu për kërcënime nëpërmjet thirrjeve apo mesazheve telefonike. Ish drejtoresha e spitalit mban gjithashtu postin e kryetares së Këshillit të Bashkisë Dibër që prej vitit 2023 në radhët e Partisë Socialiste. Teksa Kosova është në krizë politike, i ngarkuar i Brukselit për dialogun Peter Sorence bisedoi në selinë e qeverisë me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi. Ndërkohë kryeministri Albin Kurti refuzoi të përgjigjet për vonesat në krijimin e institucioneve si pasojë e bllokimit të kuvendit. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi mbërriti në Prishtinë këtë të njëjtën në një vizitë të paparalajmëruar. Sorensen shkoi në zyrën e kryeministrisë ku u takua me zëvendës kryeministrin dhe kryenegociatorin e dialogut Besnik Bislimi. I pyetur nga mediat, Sorensen tha se erdhi në Kosovë për të punuar pa dhënë shpjegime të mëtejshme. Jam në Prishtinë në kuadër të angazhimeve si emisar i dialogut bashkë me stafin tim. Pas Prishtinës do të shkojmë në Beograd. Është një vizitë normale. Jam i lumtur që jam këtu. Do të vazhdoj në Beograd dhe pastaj në Bruksel. Jemi duke punuar. Kaq. Vizita e diplomatit evropian në Kosovë vjen ndërsa shteti ka ngecur në krijimin e institucioneve dhe konstituimin e parlamentit të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Vetëvendosja parti e parë, edhe pse nuk i ka numrat e nevojshëm, këmbgul në emrin e Albulena Haxhiut për kryetare, por kjo e fundit nuk gëzon mbështetjen e opozitës. E me gjithë krizën institucionale që sa vjen e thellohet, kryeministri në detyrë Albin Kurti
ka kyçërgojën për këtë çështje duke shmangur vazhdimisht komunikimin publik. Keni ndonjë ndryshim të këtij qëndrimi si ne ndërtojmë ura, banorët e Rogovës punojnë tokën e shiu është për breqet. Një ditë më parë, mediat protestuan ndaj Kurtit në mënyrë simbolike duke lënë për tokë kamera e mikrofona, ndërsa kryeministri në detyrë largohej nga kuvendi për në kryeministri. Kjo gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.